sa do që pagun çmim të dozër jeta ka përsan. Apo edhe ai që u kënaq dunja, në kuptim të kënaqësisë, po them kështu kushtimisht, veç si shpresë, jo si pretim, si ndjen, s'ka mujt më kënaq me të keqen. Ka shku dhe të qia, ka shku të. Ku është ashtu? U dek, ka shku. Përndaj që ka hjek në është, ka pas mundime pak, po ka qenë faqebardh. Edhe ai u shku u dek. Kejt ka përsen. Po pastaj jetë përgjësia edhe llogaridhënia për Allahut mënduar, e dallon pastaj me dalë për Allahut, e i pasën besim, e i pasën ndërgjegje, e i pasën karakter, e i pasën edukat, e i pasën moral, me dalë për Allahut kështot edhe për Allahut me dalë kok ullur, i trupnuar nga poshtërsit e ligësi që i ka bënin këtë dunja. Allah në rujta. Andaj, ka çmim, por na jemi të gatshëm me pagu çmimin që Allahu të kënaqë me neve. Ne jemi të gatshëm me pagu çmimin që xheneti të jetë vëmendimi jonë. Jemi të gatshëm me pagu çmimin që të jetojmë faqebardh, me ndërgjegje të pastër dhe me dinitet e karakter njerëzor, nga se përndryshe çka mbetet për neve të ndrozur nëse s'ka besim, nëse s'ka karakter, s'ka moral, s'ka edukat, s'ka njerëzillak, çka jetë për njerit? Për është pa me se jashtme. E kjo nuk është mjaftueshme, pastaj dikujt me i thonë njeri Allahu na rujt. Allahu na rujt besimin ton, nga rujt nga sprovat e dunjas, na lasht Allahu stabilitet e fuqi me i përballu sfidat e ndryshme dhe na mundsoft Allah që të jetojmë faqebardh, të pastër në shpirtin ton, të pastër e të qetë në ndërgjegjen ton, e Allahu i kënaqur me neve e shpëlimi jon xheneti.